Pasi ka mbajtur poste mjaft të rëndësishme në qeveri, së fundmi, Ogerta Manastiliu pritet të garojë për Bashkinë e Tiranës. Ogerta është një nga emrat më të besueshëm të Edi Ramës dhe nuk është rastësi që ai zgjodhi atë si kandidate për bashkinë më të madhe të vendit. Për të gjithave, ajo që ka më shumë interes për publikun është jeta private e Ogertës, të cilën ajo e mban te jetë hermetike. Manastiliu është nënë e 2 vajzave, ndërsa bashkëshorti i saj ka një biznes të tij privat. Më herët, Ogerta ka patur marrëdhënie shumë të mira edhe me ish-ministrin Sajmir Tahiri. Shpesh ato të dy kanë shkrepur foto në evente të ndryshme. Megjithatë, burime pranë ish-ministres shprehen se Ogerta ka patur gjithmonë një marrëdhënie të mirë dhe korrekte me Sajmir Tahirin. Por jo vetëm kaq. Njëja e tyre është akoma më e hershme se baza e Partisë Socialiste. Pak vete e din që Ogerta dhe Tahiri kanë qenë në të njëjtin gjimnaz, Sami Frashrin, madje ato kanë qenë edhe në të njëjtën klasë. Të dy ishin nxënës të shkëlqyer, por edhe miq shumë të mirë, madje kanë edhe njohje familjare. Por jo vetëm kaq. Pjesë e shoqërisë së tyre ka qenë edhe Jorita Tabaku, edhe kjo e fundit nxënëse ekselente në gjimnaz. Edhe pse Ogerta, Sajmiri dhe Jorita kanë qenë miq të mirë, duket se rrugët e tyre u ndanë më pas, qoftë nga bindja politike ose nga drejtimet që morën në jetë. Së fundmi, Sajmir Tahiri ka patur probleme shëndetësore. Ai po udhton shpesh në Itali, ku merr mjekimet e duhura për sëmundjen e rëndë me të cilën po përballet.